Zotri Adem, trego ku ka lezet Bajrami më së shumti, edhe kur ka qenë hera e fundit që ke prit Bajrami në Kosovë, sepse me sa e dim ti jeton në Gjermani, nëse nuk e ka bëj. Kohës të funit, ka qëtë 3-4 vjetë e funit, ka bo vakiqe edhe në Kosovë, po unë e vi rrëthines Drenicës, komunës Drenosit, si kur në Drenicë nuk ka Bajram më bukur se pritet. Njerëzit janë bojar, njerëzit janë... Atë jemi të varfën, po na qesh, nuri na qesh, busqesh atyne. Mëre, ko që më s'pas që ka me qitë 2 mulla t'i ka qitë që atë. E lavdërove pa të pyton, po më trego, qka e bërë me dalu prej krahinave tjera Bajrami në Drenicë? Për besë ne shkojmë, nuk i di fort traditat e tjereve, fort s'kom dalë, strej, tashe t'jam i sinqert, po këtë që kom pa, këtë shoqnin që kam, ta pak ma ndryshe na, kam pak si ma trupim shojna, i zgatëm na si Drenicak, i zgatëm pak ma shumë lëst. Kem qef një tjerë pak ma hëlle, ma gate, për tash gra dalin, një bura dalin me nëgjes, koflar keqës që ka ndodhë në Kojshia të na i dek, të a i pari shkojnë aty për Krishnosh, edhe ditë Bajramit, mas pari, tani rreth shkojnë në mahal, tani të buhëm mahal akret të buhëmi, edhe shkojnë shpi për shpi, shkembena melcinat, përqafimet, me Kojshëllak, me familje, tani gratë mas dite, tani aty, kur të mas dreke, i krymë punë të shpisë edhe veshën e mathen, edhe dalën në për Kojshia edhe, ose në për Sebepa. Tani më varet ku dëshirojnë me që njëherë dalëmi në për Kojshi, tani ka mramja dalëmi në për familje dhe Sebepa.